Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua të nisë sot këtë ditë duke komentuar mbi çiftin më të dashur tuaj, mbi Brikenën dhe Mateon. Brikena dhe Mateo, ditën e djeshme, po njëkohësisht edhe ditën e sotme, kanë qenë të fokusuar tek mirënjohja dhe jo më kot unë i kam vlerësuar si një dyshe, por përveç si çift i kam vlerësuar edhe si personazhe publik sepse mirënjohjen e kanë armën e tyre më të dashur dhe më të bukur në jetë. Unë i dua njerëzit të cilët janë mirënjohës, unë i dua njerëzit të cilët janë falenderues, unë i dua njerëzit të cilët dinë të shprehin dashurinë, dinë të shprehin falenderimin në të gjitha dimensionet dhe Mateo dhe Brikena në të gjitha format në të vërtet e bëjnë këtë gjë. Top Arena, një rrugtim shumë i bukur, një rrugtim ku në fakt nxori një dimension të veçantë të Brikenës edhe të Mateos përfundoi. Mateo në grupin e tij në Instagram me shumë mirënjohje dhe me shumë dashuri, solli një falënderim për të gjithë ato fansa të cilët i dhuruan dashuri të pakusht për gjithë ato net me radhë. Dhe me thënë, ka qenë një maraton shumë e gjatë, ka qenë një maraton pothuajse çdo natësh, një maraton që nxori një dimension tjetër tek Mateo, një dimension që në fakt ne nuk e kishim njohur. Unë për veten time nuk e kisha ditur kapacitetin e Mateos në media. Tani ka nga ato të cilët janë skeptik në fakt në këtë gjë, do me thënë sjellin pikpyetje të ndryshme, japin pikpyetje të ndryshme, o Tiron si mund të vlerësosh Mateon, ai nuk ka kapacitetin për të qenë pjesë e medjes. Nëse ne do ta shohim në mënyrë të detajuar, të paktën unë që bëj këtë punë, e di shumë bukur se çfarë shkattësie dhe çfarë zotësie do të thotë që ti të menaxhosh live një emision dhe sidomos një emision me përmasa të shikueshmërisë që ka Mateo dhe Brikena. Unë e përgëzoj Mateon, me thënë Mateo ka qenë i magjishëm në Top Arena, ka qenë energji, ka qenë pozitivitet, ka qenë dashuria e bukur e këtij rrugtimi dhe na ka dhënë të gjithëve atë energjinë që realisht ne nuk e prisnim që do ta merrnim nga Mateo Bori. Gjithashtu, edhe Brikena ka qenë e veçantë, kanë qenë që të dy të vërtet, kanë qenë që të dy spontan, me thënë të drejtën nuk është se pash ndonjë imitim të Mateos edhe të Brikenës kundër drejtë ndonjë moderatori apo moderatoreje tjetër, sepse zakonisht siç është tek pjesa e artistëve të muzikës që frymëzohen nga një këngëtar, edhe te moderatorët është po e njëjta gjë, gjithmonë e kanë një idhullin e tyre, gjithmonë e kanë një frymëzimin e tyre të cilin e ndjekin, e studiojnë në mënyrë të detajuar dhe ndoshta vjedhin diçka nga ai dhe e sjellin përballë publikut. Tek Mateo dhe te Brikena, me thënë të drejtën, pash vërtetësi, pash seriozitet dhe pash një Mateo dhe një Brikena të vërtet dhe kështu na dhurojnë vërtet një energji jashtëzakonisht shumë të bukur. Unë shpresoj që ato të jenë përsëri në skena gjigande, siç ishte skena e Top Arenës. Kanë patur një sukses të jashtëzakonshëm dhe i treguan edhe televizionit Top Channel që ne dim ta bëjmë ndryshimin dhe realisht e bën ndryshimin, nëse ne i shohim në thelb dhe i shohim në mënyrë të detajuar, Mateo dhe Brikena vërtet kanë bërë ndryshimin dhe na kanë treguar që janë të mrekullueshëm në formën e tyre. Tani i gjithë publiku është duke më pyetur Tiron si mendon se do të shkon marrëdhënia e tyre dhe ku mendon se ato do të pozicionohen në të ardhmen. I bindur jam që me shkathësinë që kanë, me shikueshmërinë që kanë, me numrat tregor që ato numrojnë në për rrjetet sociale, Mateo dhe Brikena do të kenë një rol të rëndësishëm në televizionin Top Channel, do me thënë do të kenë një rol të rëndësishëm në këtë rrugtim. Për mendimin tim, Mateo do të jetë i pozicionuar në përputhen,
Shkaku sepse përputhen këto kohët e fundit në radhitje të emisioneve ka patur pak rënje dhe mendoj që Mateo i pozicionuar në karigen e opinionistit do t'i jep më shumë gjyrë këtij emisioni, do t'i jep energji këtij emisioni dhe jam i bindur që do të rikthehet shikueshmëria dhe ndjesia. Ndoshta dhe Brikena mund të jetë pjesë e opinionistes sepse aty këto do të flasin edhe për energjinë e dashurisë së tyre, për emocionin që ato ndërtuan, për rrugën e ndërtimit të dashurisë dhe mendoj që do t'jenë në këtë stat, do me thënë të pozicionuar të dy, edhe pse thjesht më ka mbetur thjesht si një mendim, do me thënë nuk e shoh si një afat të shpejt. Tani gjatë verës jam i bindur që çifti do të shijojë momente, do të na sjellin fotografi të përbashkëta, edhe pse përflite i lartë edhe po që janë të ndarë, do me thënë Mateo dhe Brikena nuk janë të ndarë, raporti i tyre është harmonikisht shumë i lumtur dhe kanë gjetur atë paqen mes njëri tjetrit, paqen shpirtërore, do me thënë atë rehatin, atë pozitivitetin, atë energjinë e mirë që në të vërtet nuk ke ku e gjen në këto ditë që kanë ardhur, Mateo dhe Brikena e gjetën dhe besoj që do të vazhdojnë të investojnë sa më shumë në dashurinë e tyre. Unë rikthimin e Mateos nuk e pres me njëherë në shtator, e pres pak më andej, do me thënë e pres në tetor, nëntor, mendoj që në këtë vit Top Channel do të çojë 2 emisione virale paralele, dhe Big Brotherin që me patjetër do t'jetë një spektakël i papar, por edhe përputhet në të njëjtën kohë ku Mateo dhe Brikena jam i bindur që do të kenë një rol shumë të rëndësishëm dhe do të luajnë një rol interesant në këtë rrugtim. Dyshja janë të lumtur që kanë përfunduar rrugtimin e tyre artistik me energji pozitive dhe janë munduar gjithmonë që këtë energjin ta transmetojnë edhe te publiku. Në fakt Brikena akoma nuk e ka shkruar statusin e saj të falënderimit për të gjithë këtë rrugtim, ndërsa Mateo tashmë është i lirë dhe do të merret fillimisht një herë me privatësinë, me gjërat e tij, më pas për të dalur edhe në rrugtimin e bukur të famës të vazhdueshme që do të bëj tashmë pas përfundimit edhe të Top Arenës. Në fakt kjo ishte analiza ime për çiftin, unë pres shumë nga ky çift, janë çifti më aktual i kohës, për to shkruhet, për to flitet dhe mendoj që Mateo dhe Brikena do ta shfrytëzojnë momentin e tyre tashmë që e kanë të çmuar, sepse momentet janë të arta dhe unë pres realisht një rikthim dinjitos të Mateos edhe të Brikenës. Dua të marr patjetër mendimin edhe tuajin.